Ndërpresim për momentin nderuar të shikues edhe punimet e seancës plenare, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Ndërkohë që do të rikthehemi me seancën në këto momente, kemi fjalën e zotit Berisha jashtë sallës së kuvendit, e ndjekim. Jo. Mirë, jemi gati? Ajo, e pak. Ne kishim gjë. Ne them presim se kishim gjë. Shumë veta që kemi këtë në. I ndigjoni vetë se si këta kanë korruptuar gjuhën shqipe. Se si mlidhen gjoja seanca për qytetarët dhe në fakt kanë propagandë të vërtet dhe asgjë për qytetarët. Ndigjoni vetë. Flet në dhimbshuri për engjujt që ranë viktim e një barbarie. Flet për të fortit në një kohë kur janë që të gjithë të partisë së krimit, patronazhisht dhe jo se nuk i mposh dot policia, por sepse janë të partisë dhe ata mposhtin policinë. Dhe këte e thot një që ka qenë dhe ministrë, çfarë ministri po? Pra, në gjuhën e tyre, këta korruptojnë çdo fjalë shqipe. Fjala në gjuhën e tyre humbet çdo lloj kuptimi të vërtet, çdo raport me të vërtetën dhe bëhet instrument i mashtrimit. Instrument i mashtrimit. Ndaj dhe ky parlament e pati aty, nuk foli. Tek ai Enea Balluku, Lubia shkon çdo ditë, sa për djeni. I jep udhëzime, i modifikon dhe i falsifikon dosje, dhe de facto sillet sikur të ishte sekretar i saj. Asnjë fjalë. Se kishte frikë se gjerë videon. Asnjë fjalë. Pra, Edi Rama, i cili është damkos tashmë në Europë dhe në botë. Takova shumë persona në këtë udhëtim. Nuk gjeta një i cili nuk kishte kuptuar qartë se që përfaqëson Edi Rama, se çfarë hajdudit pa mëshirë për shqiptarët përfaqëson ai. Asnjë, që të gjithë, në unison. Dhe, si që theksova, tani po studion të dosin e Kraksit. Se dini ju, Kraksi ka qenë një udhëheqës i Partisë Socialiste Italiane, që kur e kapën për korrupsion, një lloj si Ramen, ja mbathin Tunizi. Kishte bler një rezidencë të madhe, Hamamet pallati apo zonat në si pushiman me gjitha këto, dhe jeton të atje si pasha, duke tretur parate e marrë nga italianët. Edhe ky tani i duhej dosja. Çfarë i duhej dosja, më thoni ju mua. Çfarë lidhje ka me dosjen? Ka lidhje sepse po përgatitë edhe ky si masti ekzilin edhe prapa Hanës, po shkoj do ta gjaj, do ta kapi. Pyetje. Zoti Berisha, ditën e sotme gjykata e lartë me shumicë votash ka ndryshuar praktikën e vitit 2011 për Lubin dhe Erjon Velin. Pik. Është ndryshim sigurisht i një militanti të verbër të Partisë Socialiste vetëm në funksion të Lubis dhe të Erjon Velis. Kushtetuta është shumë e qartë. Po këta kur duan e respektojnë, kur duan e shkelmojnë.
Kaq, kurse ky udhëzimi i fundit i kolegjit ka të bëjë me Lubin, para pregaditjen me Lubin dhe këta të tjerë që janë në Rrjesh, se këta janë të gjithë në Rrjesh për burg. E dini ju vetë. Këtu i ka secili me të marrë dosjet se shoku. Dhe pyetja e dytë, Partia Socialiste do të propozojë zyrtarisht në kuvend emrimin ose votimin në parlament të Genta Bungo si komisionere për mbrojtje nga diskriminimi. Do ta votojë Partia Demokratike dhe çfarë qëndrimi do të mbajë? Genta Bungo me vetingjet që ka bërë dhe që do e paraqesim se ju e pat filloj sot, ajo meriton të shkoj tek ata që brorisin për Sali Berishën. E pat ju mrapa, se formoja drejtat e tyre. Kështu që ajo, jo për të ardhë këtu, pa e s'është e denjë për asnjë post, për asnjë detyrë. Do jemi kategorik kundër saj. Faleminderit. Mirë pafshim. Ndoqëm edhe fjalën e kreu demokrat Sali Berisha në largim nga seansa plenare të nderuar teleshikues. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë më pas në studio.